element që doja të ndaja me panelistët. Deklarata e zonjës Marta Kos ka qenë tejet e ashpër. 9 maj 45 dhe 2025 janë 2 data me vlera të ndryshme. Të shkosh në Moskë dhe të festosh me Putin, ose ushtrinë e tij që po vret është në kundërshtim të plot me vlerat europiane. Asnjë legjitimitet Rusis dhe Putin. Ju besoni që këto mesazhe të forta të Europës ishin edhe këto, një nga arsyet që e frenuan administratën e presidentit Trump që të pengoj takimin mes tij dhe presidentit Vučić? Rrjedhimisht, edhe këto kanë pasur ndikim, normalisht edhe në mos arritjen e delegacionit sërb le të marrë pjesë në këtë galambrëmjen e komitetit kombëtar që quhet republikanëve, sepse le të themi se mbase presidenti Vučić mund të ketë pas probleme shëndetësore dhe të jetë i detyrueshëm të kthehet në Beograd. Por ajo që dihet tashmë le të themi në Serbi dhe në Beograd, sipas informacioneve që kemi nga burimet normalisht të diplomatëve të huaj, litet që në këtë mbrëmjen e sotme nuk do të marrë pjesë as ministri i punëve të jashtme Gjurić, i cili ishte edhe ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 4 vitet e kaluara. Unë mendoj më shumë se vetë deklaratat e përfaqësuesve evropian, vetë Vučić pretendoi të marrë një përkrahje le të themi para shkuarjes në Moskë me një takim me presidentin Trump, një gjë të tillë besoj që le të themi edhe administrata Trump dhe Shtetet e Bashkuara Amerikane nuk e hajnë dhe le të themi nuk e hajnë kështu troç dhe nuk e pranuan mbase asnjë pjesëtar të delegacionit serb të marrë pjesë në këtë galambrëmjen e cila mbase edhe paguhet me lobim për të marrë pjesë. Pikërisht për të mos e parë si përkrahje të mundshme ose për të mos të shfryzuar presidenti serb Vučić këtë si përkrahje ose përkthjellje nga Trump për të shkuar në vizitën e javës së ardhshme në Moskë. Gjë që unë mendoj që pikërisht për këto, mbase pas kësaj ngritjes së tensionit të zotit Vučić, ai nuk do të shkojë as në Moskë dhe do t'i rikthehet Europës me të cilët tashmë unë mendoj që për shkak sidomos këtyre ngjarjeve të fundit edhe me studentët, por edhe në raportet me Moskën dhe deklaratat e tij ku thoshte se nuk do të pyes askund dhe do të shkojë në Moskë, unë mendoj që pasej ka marrëdhënie të brishta. Po, zoti Shkodra